Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim edicionin qendror të lajmeve të orës 19. Do të kemi mundësi të njëri me drejat më të fundit nga vendi rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak deputeti i Partisë Socialiste Besnik Baraj do t'i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Dhe me njëherë do shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë nga Pallati i Kongreseve, aty ku po zhvillohet në këto momente konventa e Partisë Demokratike për zonat rurale. Në këto momente po flet kryeministri i vendit Zoti Sali Berisha. Ndjekim. Me besimin më të madh se Shqipëria s'mund t'jetë kur vend i zhvilluar pa Shqipërinë rurale të zhvilluar, se Shqipëria s'do t'jetë kur vend i zhvilluar pa një bujqësi moderne të zhvilluar. Kur ne shpallëm këtë platformë, kur ne shpallëm projektin tonë, jo të pak që na thanë po i hyrit detit me këmbë. Detin po e kalojnë falë supeve të fermerëve shqiptarë, pur smullit të tyre, dhe ne do bëjmë realitet programin tonë. Vëllezër e motra, këto që kemi arritur për çdo shqiptar, kudo që jeton, janë një ndryshim i madh. Dhe ne me krenari vim sot këtu, deklarojmë se ne jemi ndryshimi, por ne jemi të vendishme të vendosur 4 vitet që vijnë të bëjmë shumë të tepër për fermerët shqiptarë, për Shqipërinë rurale, për para. Ishim pra të nderuar teleshikues në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Pallati i Kongreseve, po zhvillohet pikërisht pra konventa e Partisë Demokratike për zonat rurale në ndihmë të fermerëve për mandatin hipotetik të tretë të Partisë Demokratike të mazhorancës aktuale. Pra, do qenë fjalën e kryeministrit Berisha dhe do të vijojmë me materialet e përgatitura. Opozita nuk do të pranojë asnjë marrëveshje, por as nuk do të lejojë ndryshimin që Partia Demokratike ka propozuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në një deklaratë të parë për këtë çështje, kryetari socialist Edi Rama akuzoi kryeministrin Berisha se po kërkon të vërë nën kontroll Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në shkelje të hapur të kodit dhe të kushtetutës. Reagimi i ndërkombëtarëve, tha Rama, nuk ka qenë kurrë më i qartë se këtë herë. Partia Socialiste nuk pranon asnjë marrëveshje që çon në ndryshimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në deklaratën e parë përshtyp për këtë çështje, kryetari socialist Edi Rama tha se kryeministri kërkon të vërë nën kontroll të plot KQZ-n, por që opozita nuk do ta lejojë. Rama nuk bëri të qartë skemën me anë të së cilës opozita nuk do e lejojë këtë ndryshim ditën e hënë, por tha se askush nuk mund të ndërhyjë në mandatin e KQZ-s. Qeveria dhe kryeministri të mos përzihen në punët e KQZ-s. KQZ-ja nuk varet nga qeveria, kryeministri nuk ka asnjë drejt mbi KQZ-n, as mbi lefterin. Kështu që është absolutisht e qartë që KQZ-ja ka punën e vet, ndërkohë që kryeministri dhe qeveria le të vazhdojnë të ballafaqojnë programet, të ballafaqojnë pikpamjet, të ballafaqojnë idetë e tyre të lodhura në fushën ku janë zgjedhësit që do të vendosin. Sipas kryetarit socialist, asnjëherë në këto 8 vite deklaratat e partnerëve të mëdhenj të Shqipërisë nuk kanë qenë kaq të drejtë për drejta, pasi asnjëherë më parë shkelja e kushtetutës dhe ligjit nuk ka qenë më e hapur për të zëvendësuar forcërisht antarin e KQZ-s. Kjo marrëzie e kryeministrit në ikje nuk e zbeh, tha Rama, fitoren e të majtës, edhe sikur Berisha t'i numëronte votat në shtëpinë e tij. Mirënjohje Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për qëndrimin e qartë dhe të prerë ndaj përpjekjes së marrë të Saliut
për të marrë me dhunë kontrollin e KQZ-s. Kjo marrëzi e dhunshme nuk e komprometon as pak fitoren e koalicionit ton, sepse ne do t'i fitojmë zgjedhjet aq thellë, sa dhe sikur votat numërohen në shtëpinë e Saliut, largimi i tij nga pushteti është i pashmangshëm. Në mbledhjen e grupit të një dite më parë, Partia Socialiste vendosi të mos pranojë ndryshimin e një antari të KQZ-s. Burime nga mbledhja bëjnë me dije se është hedhur ideja edhe për bojkotimin e punës së parlamentit, ide që nuk ka gjetur mbështetjen nga kryetari socialist Edi Rama, ndërsa nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim mësohet se është hedhur ideja se nëse mazhoranca e ndërmerr një nismë të tillë, kjo forcë do të bojkotojë zgjedhjet. Ashtu sikur një ditë më parë, edhe sot kreu i prezencës OSBE-s tha se po studiohet baza ligjore mbi të cilën është mbështetur pikërisht kjo nisëm. Wolfart apeloi KQZ-n që të vijojë punën, ndërsa një ditë më parë ambasada e SBA-s në një deklaratë shprehej se anëtarët e KQZ-s janë apolitik. Nisma e Partisë Demokratike për të larguar një nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vijon të hasë në qëndrimet ashpra të ndërkombëtarëve. Nga Berati, kreu i prezencës OSBE-s apeloi për respektimin e rregullave që vetë partitë politike kanë vendosur me konsensus. Nuk duhet harruar, tha ai, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një komision apolitik dhe thjesht teknik. Antari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sipas Wolfart, mund të vijojë punën, ndërsa sqaroi se prezenca është duke studiuar ende bazën ligjore, mbi të cilën është mbështetur ky zëvendësim. Nga njëra anë kemi vendimin e Komisionit të Ligjeve në Parlament, i cili propozoi tërheqjen ose shkarkimin e antarit të LSI-s nga KQZ-ja. Por interpretimet janë të ndryshme. Ky antar mund të vazhdojë punën e tij në KQZ. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që nuk duhet harruar që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një organ apolitik, është një organ teknik. Sipas Wolfart, duhet të ketë një dialog të hapur mes palëve politike në këtë periudhë parazgjedhore. Jemi në procesin e sqarimeve ligjore, të bazës ligjore. Një vendim do të merret më vonë, është një proces që kërkon pak kohë dhe me sa kuptoj të hënën Kuvendi do ta rishqyrtojë këtë çështje. Sigurisht që është një proces që kërkon një dialog të mirë midis partive politike. Një ditë më parë, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me anë të një deklarate u shpreh se është mirë të mbahet mend se antarët që u zgjodhen dhe emëruan mbi bazën e konsensusit ndërpartiak në përputhje me kodin zgjedhor konsiderohen se janë apolitike. Mazhoranca pranoi një ditë më parë të shtyjë për ditën e hënë seancën ku pritet të votohet për shkarkimin e antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Muo, dhe zëvendësimin e tij me njëri nga dy kandidaturat e paraqitura nga Partia Republikane. Opozita ka paralajmëruar qëndrim të ashpër nëse nisma e PD-s do të cenohet deri në fund, ndërsa burimet bëjnë me dije se opozita do të përdorë edhe kartën e bojkotimit të zgjedhjeve të 23 qershorit. Nisma e Partisë Demokratike për ndryshimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ka gjetur mbështetjen as nga konstitucionalistë të njohur, si Gent Ibrahimi dhe Njazi Jaho për Channel One, shprehen se çdo ndërhyrje para kohe në ndryshimin e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është e palishme. E vetmja hapësirë për të ndërhyrë sipas tyre janë KZAZ-t, ku partitë mund të shohin balancat. Konstitucionalistët dhe ekspertët juridike quajnë një shkelje të kodit zgjedhor projekt vendimin e Partisë Demokratike për të liruar nga detyra e antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfaqësuesin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilirian Muhon. Sipas tyre, kjo nisëm nuk ka shkaqe ligjore, por vetëm politike. Në një intervistë për Channel One, Njazi Jaho shprehet se kodi zgjedhor nuk parashikon shkarkimin nga detyrat e një antarit të KQZ-s në rastin konkret, dhe se neni 18 e ka mjaft të qartë këtë gjë. Kodi zgjedhor është i qartë. Antarët e KQZ-s i zgjedh parlamenti me konsensus. Kodi për këto raste nuk bën fare fjalë. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka një mandat 6 vjeçar. Antari i KQZ-s mund të ndërpritet para kohë mandatin në këto raste. Janë 5-6 raste. Në këto 5-6 raste nuk gjendet kjo nisëm, ky propozim, që po të ikë një parti, duhet plotësohet me një tjetër. Sipas Jahos, nëse një nismë e tillë do të përfundojë, kjo do të kompromentonte funksionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si një organ i lartë shtetëror. Kjo nismë, nëse do të realizohej, do të krijonte një precedent dëmshëm, sepse her pas here mund të pësonte ndryshime pikërisht për këtë shkak që kërkohet KQZ-ja. Atëherë do të kishim një KQZ të paqëndrueshme dhe të varur nga partitë politike. Të njëjtin qëndrim mban edhe juristi Genci Ibrahimi, i cili e quan thjesht një iniciativë politike
dhe që nuk mund të marrë zgjidhje në nivel politik. Unë mendoj që nuk është e mundur që të operohet në rrugë politike, sepse pavarësisht nga procesi politik i identifikimit dhe i emërimit të anëtarëve aktual të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi e marrin detyrën, ata janë përfaqësues të institucionit pavarur. Janë vetëm 7 raste. Është një listë shtëruese me raste se kur mund të largohet nga detyra një anëtar tashmë i zgjedhur i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E vetmja zgjidhje sipas Ibrahimit në rastin konkret mund të ishte tërheqja në mënyrë të vullnetshme e anëtarëve të komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve nga ana e Pakicës për të vendosur një baraspeshim politik. Unë gjykoj që nuk ka asgjë për të bërë në nivelin e KQZ-s. Ndoshta mund të bëhet diçka sa i takon KZAZ-ve, pra strukturave zgjedhore të nivelit të dytë, komisioneve zonale të administrimit zgjedhor. Në rast se ka, si thua, hapësirë për konsensus dhe frym për konsensus nga ana e PS-s dhe e LSI-s, ato mund të tërheqin përfaqësuesit e tyre nga disa KZAZ. Ndërkohë pritet seanca parlamentare e SHN-s për të parë votimin e 2 kandidaturave të prezantuara tashmë nga Partia Republikane për të parë nëse majoranca do t'i ruajë apo jo numrat për të kaluar zëvendësimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Qytetari i parë i Tiranës, Lulzim Basha, ishte i ftuar i special i javës në debat në Channel One përballë gazetarit Roland Qafoku, ku analizoi punën e bashkisë në 2 vite, largimin e LSI-s nga koalicioni dhe përballjen elektorale të datës 23 qershor. Basha garantoi zbatim të premtimeve të tij publike, ndërsa largimin e LSI-s e cilësoi politike që nuk ndikon në punën e bashkisë, pavarësisht se sipas tij Partia Demokratike edhe pa LSI-n fiton më datën 23 qershor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, ka qenë vizitori më i ri në televizionin Channel One mbrëmjen e kësaj të njëjte. I ftuar në emisionin Debat në Channel One, numri 1 i Bashkisë së Kryeqytetit është pritur nga presidenti Ylli Ndroqi dhe drejtues të këtij televizioni. Zoti Ndroqi e prezantoi zotin Basha nga afër me investimet e realizuara së fundmi në këtë televizion, në studio të reja dhe teknologji. Channel One mori përgëzimet e qytetarit të parë të Tiranës. Në studion e gazetarit Roland Qafoku, zoti Basha foli për nisjen e punimeve brenda disa javë të bulevardit të ri të Tiranës dhe punës së bashkisë në 20 muaj që ai ka në detyrë. Si ndihesh kur të thonë mbas 100 vjetësh, ky është bulevardi Lulzim Bashës? Kjo është një vepër madhore, e cila në fakt është monumentale për historinë e qytetit tonë. Dhe në këtë kuptim është një vepër për te individit. Vetë projekti ka qenë i parashikuar para shumë kohësh, me fillesat e qytetit Tiranës, qytetit modern Tiranës. Është ekzekutuar një pjesë gjatë mbretërisë, pjesa nga korpusi universitar deri tek stacioni i trenit, dhe pastaj ka mbetur. Ka mbetur në një farë mënyre duke kufizuar kështu edhe shtrirjen veriore të qytetit. Por Basha foli dhe për zhvillimet politike. Për largimin nga koalicioni LSI-s nga Partia Demokratike, ai deklaroi se ishte vendim politik dhe se nuk do të largonte përfaqësuesit e LSI-s nga bashkia vetëm nëse ata ikin vetë. Partitë politike marrin vendimet e tyre. Partitë politike marrin vendimet e tyre. Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë një vendim raport me mazhorancën në nivel qendror dhe në nivel lokal ka thënë që këto do të jenë vendime të Lëvizjes Socialiste për Integrim në nivel vendor. Janë ata që do të hedhin hapat e tyre. Nga Partia Demokratike në nivel vendor nuk ka dhe nuk pres të ketë hapat parë. Dhe ju nuk do t'i largoni. Lidhur me rikthimin e Eduard Selamit, ai e përshëndeti, por lidhur me konkurrencën me të në Partinë Demokratike dha këtë përgjigje. E shikoni si konkurrent? Jo. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, e cilësoi të sigurt fitoren e Partisë Demokratike edhe pa aleancën me LSI. Ministria e Mbrojtjes reagon pas akuzave të Partisë Socialiste se Shqipëria ka shkelur embargon e armëve të OKB-s duke dërguar municione në Libi gjatë konfliktit civil dhe revoltës kundër regjimit të Muammar Gaddafit. Akuzat u bën publike dje nga deputeti Ilir Gjoni. Ministria thonë se armët ishin për rebelet anti-Gaddaf dhe kjo nuk është shkelje. Ministria e Mbrojtjes disponon të gjithë informacionin ligjor përkatës, të cilin ja ka vënë në dispozicion dhe panelit të ekspertëve për Organizatën e Kombeve të Bashkuara. E thënë ndryshe,
për Shqipërinë nuk ka hyrje të embargos. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka nisur një hetim për këtë çështje, për të sasi eksportuar prej 800.000 fishekësh 12.7 mm, të cilat janë gjetur në destinacione të tjera. Gjithnjë sipas këtij raporti të panelit të ekspertëve. Kjo sasi municioni ka shkuar në mbështetje të forcave rebele anti-Gaddafi në Libi. Rezulton se në deklaratat e opozitës ka dy element dezinformues të qartë. Së pari, se Shqipëria nuk ka thyer asnjë embargo ndërkombëtare të vendosur nga kjo organizatë. Së dyti, ritheksojmë se ky municion nuk ka shkuar, siç pretendohet, për regjimin e Gaddafit, por për forcat anti-regjim. Edhe pse me një modisi më të përmirësuar, banorët e Nën Shkodrës vijojnë të jetojnë në shoqërinë e ujit. Dëmet e pallogaritshme në bujqësi dhe pamundësia e banorëve për të ndërmarrë hapa të tjerë i detyron ata vetëm të apelojnë në media për të shpallur gjendjen e emergjencës. Mijëra hektar tokë vijojnë të jenë në pushtetin e ujit. Të ndodhur përballë dëmeve të konsiderueshme bujqësore dhe blegtoriale, autoritetet lokale të fshatit Rush kërkojnë shpalljen e emergjencës, pavarësisht përmirësimit të kushteve meteorologjike dhe ngushtimit ndisi të artës së përmbytjeve në qarkun e Shkodrës. Fshatrat e komunës Bërdic dhe Ana e Malit vijojnë të mbeten ende problematike dhe të zaptuara nga uji. Unika e shtetit ndihmë dhe të shpallim në mënyrën më të shpejtë emergjence për fshatin e Trunshtit dhe për komunitetin e tij Bërdic, se set për set komuniteti Bërdic është më i përmbytur se në 2010. Jo vetëm pozicioni i deputetit, por dhe të mjekut shpreha shqetësimin tim për sigurinë e ujit të pishëm. Po të shikoni këtu dhe rezervuari i Trushit nuk funksionon, që nga dita herë janë pompat e fikura, çka tregon që gjithë zona edhe zona e Velipojës ka probleme të kësaj sigurie, po kështu nuk funksionon rezervuari i Obotit, i cili momentalisht është nën ujë. Megjithëse prej 4 vitesh kemi kërkuar spostimin e rezervuarit të Obotit dhe kalimin e tij në zonën kodrinore me qëllim që uji të jetë më i garantuar dhe marrjen e masave për deratizimin dhe dezinfektimin e rezervuarit të Trushit, procesi nuk është bërë dhe gjithë kjo ndotje e këtyre ujrave rrezikon dhe ujin e pishëm. Përmbytjet kanë shkaktuar edhe dëme në sistemin e ujit të pishëm, në rezervuarin e Trushit dhe Obotit, megjithëse përpjekjet e nisura prej 4 vitesh për spostimin e rezervuarit të ujit në zonën më të ngritur kanë qenë të dështuara. Përmbytjet e disa javëve më parë në zonën e Nën Shkodrës vunën në pushtetin e ujit disa mijëra hektar tokë bujqësore, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Pavarësisht apeleve nga autoritetet lokale për shpalljen e gjendjes së emergjencës, situata vijon të mbetet ende e njëjtë. Ministri i Shëndetësisë Halim Kosova emëroi drejtorin e ri të QSOT-s Helidon Bushanti. Në prezantimin e zotit Bushanti, ministri tha se është abuzuar me buxhetin deri më tani dhe për një menaxhim më të mirë lind nevoja për një riorganizim dhe një plan të ri pune. Ish drejtori Edmond Rushi ishte i emëruar i Lëvizjes Socialiste për integrim në këtë post. Keq menaxhimi që është bërë fondeve që qeveria i ka akorduar QSOT ka çuar në shkarkimin nga detyrat e drejtorit Edmond Rushi, antar i Lëvizjes për Integrim. Sot ministri i Shëndetësisë zoti Halim Kosova ka prezantuar drejtorin e ri të QSOT, Helidon Bushanti. Ministri deklaroi se në situatën aktuale fondet që jep qeveria për rimbursimin e ilaçeve nuk korrespondojnë me realitetin. Në këtë situatë lind nevoja për një riorganizim dhe një plan të ri pune. Për arritjen e këtij qëllimi duhet një staf i ri. Unë jam këtu sot që të deklaroj që vendin e zotit Rushi e zoti Bushati, i cili vjen nga shkolla perindimore Francë dhe Itali, por më shumë se shkolla, ajo që mu më ka bërë për vete është karakteri dhe vendosmëria e tij për të bërë ndryshimet e duhura. Vëmendja ime si ministri i Shëndetësisë do të jetë të krijojmë një sistem shëndetësor, jo vetëm të vlefshëm për pacientët, por dhe për personelin mjekësor. Por fillimisht njëherë të gjithëve na duhet bashkë që t'i ofrojmë pacientëve atë që kërkojnë. Nuk është se buxheti i qeverisë korrespondon me këtë situatë që gjendet në spitalet tona ose në pjesën më të madhe të sistemit shëndetësor. Kjo është e papranueshme dhe që ta vazhdojmë më tej këtë ide, unë e krahasoj si lidhjet e paligjshme në një sistem ujësillësi, ku fillimisht bëhet projekti dhe llogaritet se sa ujë duhet shkojnë në këtë vend për ta furnizuar këtë zonë, dhe qytetarëve ose fshatarëve në atë zonë nuk i mbrin ajo që duhet. Nuk i mbrin
për lidhjet e palishme që këtij sistemi bëhen. Ministri Kosova theksoi se mjeku duhet të jetë i motivuar në punën e tij dhe të ketë si synim arritjen e objektiveve. Ai nuk la pa përmendur edhe mangësitë që kanë spitalet e vendit tonë. Republikanët vazhdojnë të zgjerojnë rrethin e shtresave të cilave pretendojnë të kërkojnë votën në zgjedhjet e datës 23 qershor. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka kërkuar zgjidhjen e çështjes së pronave. Gjatë një takimi me përfaqësues të shoqatës së ish-pronarëve, Mediu shprehu shqetësimin për bllokimin e pronës private. Stop lojrave politike dhe elektorale t'i jepet zgjidhje çështjes së pronës. Kjo ka qenë deklarata e kreut të Partisë Republikane në vazhdon e takimeve paraelektorale me ish-pronarët dhe shoqatat që i përfaqësojnë ato. Thimi i pronave tek Izoti është një nga ngërçet e bllokuara të sistemit, që sipas përfaqësuesve është një nga kushtet e rëndësishme për integrimin evropian. Kjo është një grabitje e re që i bëhet jo thjesht pronarëve shqiptar, por qytetarëve të ndershëm shqiptar. Kjo kërkon që në mënyrë të padiskutueshme ne të mbajmë qendrim rreth kësaj çështje për të mos lejuar një abuzim dhe një korrupsion tjetër në raport me çështjen e pronës private. Por për fatin e keq, harta e re e çmimit të tokës e miratuar me vendim të fundit qeverisë ka një situatë shumë problematike. Rezulton që toka në zonat e thella të Kuçit ketë po të njëjtën vlerë me tokat në Porto Palermo. Kjo metodikë e re kërkon që në mënyrë urgjente qeveria të marrë masat për t'u rikthyer edhe një herë gjykimit drejt, për të vlerësuar çmimet e pronave bazuar pikërisht mbi tregun. Kreu i Partisë Republikane theksoi se shqiptarëve po i bëhet një grabitje e madhe me legalizimet e ndërtimeve të palishme. Gjatë takimit, përfaqësuesit e Partisë Republikane theksuan rëndësinë që përmban çështja mbi pronën private në qëndrimin e tyre politik. Mëtej, një nga shqetësimet e ngritura ishte edhe miratimi nga qeveria i hartës së çmimit mbi tokat, e cila cënon zhvillimin e ekonomisë së vendit sipas tyre. Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në fshatin Ndushk të Lush. Një 76 vjeçar është gjetur i vdekur brenda në xhamin e fshatit. Policia e mbritur në vendngjarje bën të ditur se viktima Shemsi Muça është gjetur i therrur në ambientet e xhamisë. Është ende e paqartë nëse i moshuari është vetvrarë apo e kanë vrarë. Ndërkaq policia po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Do të vijmë më tej me të tjera materiale. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, ka përsëritur sot angazhimin e plot të Bashkisë së Kryeqytetit me politika dhe mbështetjen e të rinjve për punësim, ndërsa ka deklaruar se suksesi i nismës varet pikërisht nga transparenca. Numri 1 i Bashkisë teksaj ka cilësuar projektin për kreditimin si një hap të paprecedent. U shpreh se fondi për këtë projekt është 1 milion euro. Bashkia e Tiranës stimulon vetpunësimin dhe krijimin e bizneseve të vogla për punësimin e të rinjve kryeqytetas, duke vënë në dispozicion një fond prej 1 milion euro. Sipërmarrësit e rinj të kryeqytetit do të kenë mbështetjen dhe fokusin e plot nga kjo qeverisje vendore. Sipas kryebashkiakut, projekti për kreditimin e rinisë në drejtim të sipërmarrjes përbën një hap të paprecedent. Problemi që kemi përpara është ai i mundësimit të kreditimit për rinin kryeqytetase, sa herë që të rinjtë të reja të këtij qyteti vendosin të hedhin një hap në drejtim të sipërmarrjes private, në drejtim të ndërtimit një biznesi apo konsolidimit një biznesi ekzistues. Ne hodhëm një hap pa precedent, atë të vendosjes së një pjesë të buxhetit të Tiranës, pavarësisht 1/70 së buxhetit të Tiranës, si garanci për bankat e nivelit 2, në mënyrë që të procedohet më shpejt, më me siguri në drejtim të kreditimit të të rinjve dhe të reja. Pavarësisht angazhimit të Bashkisë së Tiranës për politikat e punësimit të të rinjve dhe hapjen e shanseve të reja në këtë drejtim, ajo që përbën suksesin e nismës varet nga transparenca, theksoi kryebashkiaku Basha. 4 shqiptarë janë përfshirë në vrasjen e 25 vjeçares muajin e kaluar në shtetin Qing, Greqi, pas grabitjes së një furgoni të dyshuar të përleshur marrëmëzjarje me policinë greke, e cila aksidentalisht qëlloi mbi 25 vjeçaren. Të dhënat së bashku me fotografitë e të katërtve janë publikuar nga policia bashkë me 4 të arratisur të tjerë nga burgu i Trikalas në mesin e muajit mars. 4 shqiptar kanë qenë përfundimisht pjesëmarrësit e përleshjes me armë zjarri me policinë greke, ku kjo e fundit qëlloi gabimisht 25 vjeçaren Katerina Zagoli në Istmia të Korinthit muajin e kaluar. Nga ekzaminimet laboratorike që u krye në furgonin që ishte vjedhur në Asos të Korinthit dhe u gjet një javë më vonë në rrethinat e Athinës, janë evidentuar prova shtesë për 3 persona.
Më konkretisht, siç bëhet me dije nga policia greke, në furgonin e vjedhur është gjetur material gjenetik i Maria Kolës, që ishte identifikuar që në fillim si dhe të Ilir Kupës dhe Klement Çala. Më herët nga gjetja e shenjave të gishtorimve është identifikuar edhe Ermal Lita si pjesëmarrës në përleshjen me armë zjarri. Generalitetet dhe fotografitë e të katërve janë publikuar nga policia bashkë me 4 të arrestuarve të tjerë nga burgu i Trikalas në mesin e marsit, ndërkohë që për të arrestuarit ende nuk ka ndonjë informacion nëse kanë arritur apo jo të dalin jashtë territorit grek. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh, ju falenderojmë për vëmendjen. Ndërkohë një kujtoj dhe faqen tonë zyrtarët e internetit channelviz1.al ku mund të na ndiqni për trejat më të fundit. Këtu ndajemi bashkë. Natën e mirë. Natën e mirë.